Nata e shtrigave apo Halloween tashmë është bërë festë tradicionale që festohet edhe tek ne në Kosovë. Mirë po origjina e festës së Halloweenit daton qysh para 2000 vjetësh. Në korrespondencë të 1 nëntorit aktual, popujt keltë të Evropës festonin ditën e parë të vitit të ri të quajtur Samhain. Në prag të kësaj feste, mendoj se shpirtrat esnin mbi tokë teksa ishin nisur për në botën e përtejme dhe se së bashku me këta djaj ishin edhe shumë krijesa të tjera. Sa i përket përkujdesjes, nuk e na mri dhe diçka tepër me bona përkujdesin ndaj vetës, tu përkujdes për tjerët, se pa të vetë edhe venin, që ju dosh një kreativitet bukur i mirë për me arrit në këtë pikë. Për vetë jena përkujdes vetë dhe ato në momentat mromt, edhe i ja u këna ljonë në dorë grimerë mrena që i këna marë sa të këto. Pas ka vdeku në duke dikush, a? Po, e kena një gjenoza vëna. Ko është bre? Buci. Buci vja kishë mësë Djali mirë. Do dhe bre? Po rasisht krejt vëlloj ronë koftara. Po koftar. Të bu qaj. Kur dëni me hapë po, më na e keni hapë? Zdi, qep. na folë me babën e bre, po thonë qelë në jo, thonë njerë të këta një këshyru. Apo, ka njerë që përvinë me po? Po, hoj jo bre. Jo, qëma. Spedon kërë ka shumë interesant. Na i dojnë rëndësi kësona, se soj përket pa i dojnë rëndësi njerës që mojnë lokalit notës, dhe mundet me dojnë dikush tjetër rëndësi, edhe kuptohet që e festojna, solidarizohemi me vene tjera të botës, edhe na pëlqen shumë, për arsye se shumë kreativitet e njerës, se cilit që ka shfosh vetën. Kuptohet që na pëlqen është një ditë speciale, për dallim për festa tjera, që krejt njerës doke normal, edhe janë po shablon ashtu, e din gjithë shka që ka mu doke. A ju ka marrë shumë kohë për gajzitja e vendit për mu do kështu? Të nditën komplet, Petritit i ka marrë kohë. E qa ke bu? Në kur gjë, i marrë me mush me pije, lokale. Po, jena lodhë, kuptohet, bashkë me krejt ekipin e konakit, këna shku, jenë idejat cilat janë shumë letë realizushme dhe jo diçka shumë kushtushme, për arsye se këna shku në gërmi, këna mbjetë të thos me gjethe, i këna vendos pënej me do drosa, me do qa këna posë, këna bo vetë veni kënina. E që kjo pamja për mas? Pamjet për mas i këna bli prej një firme cila përkujdeset për regullimin e këtëne evenimentet, dhe tjera ti këna shtu vetë, këna marrë t'i kana qarshaf, bile dëgorimi ja unë ka marrë shpis një ndoket, edhe i këna lyme sprejat kuq, edhe këna bu për mënej një far improvizimi vetë. Shpresoj që ju ka pëlqet edhe ju falimderojmë shumë ju. Që është ju falimderojnë që keni ardhur na vizitu, edhe bëjrëm konak. Po që pas kanë ha parmën për ty, qa po breshtë? Sot ju mdek para dita, ne? Po puna që u rinjallë pra? Po më thërën këta ma që unë ftesë ma arë dhe jera të takë shumë të meset. Ola pak. S'po ka janë? Mirë këkam. Në këmu që lugat ma arë, mirë këkam. Ndjeni. Ja, me këta i gare kam posët me kanë hopame, veç se kam bo shumë të madhe, s'kan thirë njerës. Shpis halo nuk e din. Burime tjera thonë se Halloween rrjedh nga katolicizmi. Tek besimi katolik, 1 nëntori është festa e gjithë të shenjtërve, të cilën tek ne e manifestojnë duke shkuar tek varrezat katolike dhe duke respektuar të gjithë ata që kanë ndëruar jetë. Edhe pse tek ne nuk festohet sikurse në vendet e tjera të botës, të paktën ne sadopak solidarizohemi me këto shtete duke festuar këtë festë në mënyrën tonë. Shumë prej lokaleve tona në atë mbrëmje ishin të stën mbushura me njerëz të maskuar. Dorë me parasit një njëri shumë të kesë të rishtushë, se edhe me thonë edhe fesa Halloweenit është më do kësoma të rishtushë, se pej ku prave shumë të lashta, me thonë kjo është një traditës. Dhe në historikën e Halloweenit? Pa i paka shumë po. Dhe me thonë Halloweenit u fesu pej korave shumë të lashta, dhe me thonë atër u konë traditë cila nëse në ditën e Halloweenit, kur konë të korërat, atër konë dita e cila u du po sa ma i keq, mi dur shpirtat e keq, me pas të mbitin të mirë. Halloween është hera e parë,
mirë. Paka shumë jëmë diçka une që për sugjeroj, këta ma pak jënë që po përpozoj. Edhe sidomos meshkuj pëndona shme knosne, jënë asi që nuk po qenë diçka adin, na i pretekst ose diçka. Ka pëlqy tepër, është diçka unike, mu i me thonë në Kosovë, po mu i me rumbulla kësuave balkoni për ndryshe. Ideja vetë e Jusuf Islamit, e me e për ndryshe. Tjetër... Jusuf e feston në çdo vjet. është i pesive që festoj, çdo vit ka qenë ekstra, veç ky vit është diçka shumë ma ekstra. Është... Haj! Ma mërmenja që është një kostum i shëllum, në kaldu trive për dërë një mash, sa ma shumë. Së di tjetër që më thonë. Ma, shumë veç për një 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 njeri të lumëtër që jeton Kosovë, po me një zbrastir mrena, që nuk ka shumë punë për neve. A e festojnë çdo vjet Halloweenin? Po. A e din historikon? Po, qësh jo? Se di. Ju e di, po më të filozofaj ta. Kukull e Krist. E shumë du me bom. A e ndaknohesh me ato që ata ka po në ora? Po. Kam besëm blota edhe që akon po më qa dush. Black Swan, po jem dalë ma shumë si Rihanna. Festojnë çdo vjet festival? Çdo vjet, kur s'ja kom ullë. Miq kur na konë të vogla kena gju me vot, tash po dojmë klub. Apo, a e din historikun e Halloweenit? Pa, jo, valla, veç qysh e pash në Facebook, është pjesë e fejt pagane. Ndashtë më po pak si princesh, po këm dalë pak e kondër ta, veç. Se po do të kondër ta, shumë mirë po dukesh? Së duk na shumë vishnejsa. A e din historikun? A, jo. Si vestikon që ku ke bo eshtë në kemi, që ta është dhe nëne, që ta, njoni jem. Si vestikon, që shte këna u bodhe na? Na e nasu sa unë të hene. Kë unë si plok, kë si a i ploki. A, po të ngëm ploki? Po më ngëm Allah i bi, ka qa mirë bile. A, po të ngëm që ploka? Po më ngëm shpa halite ka pa. A, po? A, e feston një çdo vjet Halloweenin? Po, Allah, çdo vjet, oj bi, oj qika jam, çdo vjet e festoj. Ti edhe ti me nusën, a? Po, pa tjetër. Nusën e re pas? Po, s'ka me do. Sot që këna marë se u mjetë e shpia, që është të minë gjohë dhe dekën. A, po, a e dini historikun e Halloweenit? Po, ty bëna s'dina, se me që na dojë që është të... Qëshin e anim, ja. E sa e Prishtinës, jo? Kësharin pas kësën e Prishtinës. Në pra ka lumë që një. E ka lumë që një, pa në dhe. Që këmë së të krujnë, ha? Natën e mire, të kërë. Matë mirë që ne, ju dua. Let it come down slow, watch it all fly. Up to the back, then side to the side. Then we head back to my crib for the night. That's how, like this, like this. Pas këtyre maskimeve tani erdhi radha edhe muzikës. Ata të cilët u kujdesën për atmosferën atë natë ishin Lyrical Sun dhe MC Kresha.
Me shpresë që gjithë ju të cilët atë natë nuk keni dalër fare dhe nuk keni qenë në dijeni se si është festuar Halloweeni këtë vit, unë njoftuat për atmosferën e asaj nate, neve s'na mbetet asgjë post ju themi shihemi në ndonjë festë të radhës. Këto fore, te apo ma se fyre Nuk më shumë të dore bako, së se ko familje O marë të tërë muzike se s'ka lidhe me rap Po me s'ma shukare pera të meta se s'ka të të kanë se Ka me su kek E shikuam kështu së bashku storjen e Halloweenin, ndërsa unë mos harroj me cek që Aiden atë natë mezi e kemi bind që t'jetë me neve gjatë gjirimeve të kësaj storje, kështu që jam shumë kuroshtare me ditë se si ka kalu atë natë. Po Exona me qenë se po insistar, nuk po të gënjej, po të regoj drejt që kom kalu jashtëzakonisht mirë, sepse si që po edhe në material, atmosfera ka qenë shumë e mirë, edhe po shpresoj që edhe vitin tjetër kemi me dalë bashkë. Vjen shumë mirë që e kënaqet atë. Që e ka rritë në bindë. E tani prezantoj materialin e radhës duke sjellë në ekranit e juaja një këngëtar të ri në skenën tonë muzikore, i cili vetëm para ca muajsh debutoi në të.